Pyetje, dakord, pjesa më e madhe edhe unë mund bie dakord, janë shifrat, janë fakte, por ka një gjë, vota e diasporës është totalisht e pa kontrolluar. Si ka mundësi që dhe vota e diasporës përkon me votën brenda vendit? Asi nuk është administrat, asi nuk ka marrë presione për heqje largime punësh, nga puna e të tjerë. Pra, mos ndoshta edhe kjo çështja është një mit që është bërë që administrata është e gjitha e PS-s, sepse unë nuk besoj që është e gjitha administrata e PS-s, por ky është mendimim, unë mund të jem i gabuar. Unë besoj që ka atje njerëz edhe që janë simpatizantë të opozitës dhe s'kasin gjë të keqe. Çfarë do të thotë mit? A nuk jemi ne dëshmitar që çdo punonjësi të administratës publike i është kërkuar që çfarë të dorëzojë një listë? E kam diaspora për shembull ka votuar siç ka votuar vendi. Po pra, madje disa ka një zona ka shpjegim. votuar më shumë se sa. Prit. Berati ishte një kuti. Po pra, po ka një shpjegim. Sa diasporë kemi ne? Ne kemi shumë. Sa? Flitet që është sa është brenda është dhe jashtë, po me statistika praktikisht 240.000. Pra, ne kemi diasporë rreth, pra nëse është gjysma jashtë, gjysma brenda, po themi mund kemi 1,5 milion votues jashtë në moshë për të votuar. Avërsisht edhe mund të jenë. Nga këto 1,5 milion sa u regjistruan? 200 e ca. 200 e ca. Tani vim tek regjistrimi. A konkuroj me të njëjtat mjete Partia Demokratike me Partinë Socialiste për votën e diasporës? S'mund të konkuronin. Pse s'mund të konkuronin? Sigurisht që s'mund të konkuronin, sepse nëse ti vë ambasadat në dispozicion të procesit, sigurisht që këtu opozita s'ka si konkuron. Jo, ambasadat nuk ishin. Opozita kujtoa pak vonë. Ti jemi të sinqert. E kanë pranuar vetë, nuk e them unë. Shiko, dhe njerë. Ata thonë vetë që ne kujtuan vonë për diasporën. Shiko, dhe njerë, unë nuk jam për të shfaqsuar opozitën për paftësinë apo për mungesën e kohës apo për mungesën e mjeteve. Por, a mund të më thuash si mua që pushteti me opozitën kanë konkuruar baraz për votën e diasporës jashtë? Që se ma thua këto, pastaj ne nuk e të. A jemi këtu, që ne nuk... Asnjëherë opozita s'mund të jetë barabartë në ekzekutivi. Po ja pra për këto, jo, nuk është e barabartë, po rregullat... Ka një fije, po përdoj një term shkodran, ka një fije avantazh... Po patjetër, po rregullat janë ato që e garantojnë maksimumin e barazisë së armëve në një proces. Dhe ne nuk e kemi pasur, ku nuk e kemi brenda vendit. Si mund të ishte jashtë vendit? Edhe një pyetje se do kaloj te Romeo. Si mund kur s'është brenda vendit? Si është jashtë vendit? Nëse do ishin situatë të tillë, pa me rregullat barabarta, fitonte opozita thoni ju? Sondazhet 3 muaj para zgjedhjeve, 4 muaj para zgjedhjeve, konstante kanë nxjerrë humbse. Unë nuk e them këtë. Dot. Ja kam pyetur. Sepse unë me nëse në këtë rast unë nuk shkoj dot, sepse faktet janë aty që kemi 500.000 vota përballë 870.000. Okej, 530.000 me 870.000 me gjithë diasporën. Tani jemi këtu. Por opozita në total në diferenca është prapë shumë e ngushtë. Shumë e ngushtë, po. Tani, unë po them këtu, unë po them këtë. Unë nuk them që Partia Socialiste s'ka vota. Unë i kam parë numrin e votave që nga viti 92 deri në vitin deri këtë vit. Tani, është rrotulluar gjithmonë 580, 650, okej, 700. Tani, si mundet? Kjo është pyetje për politologët, por unë, kur një fenomen nuk arri do ta shpjegoj me arsyetim politik, atëherë këtu hynë elemente të tjerë në arsyetim. Si mundet që ky popull, me statistikat të vetë të Republikës Shqipërisë, jeton 50% në varfëri, është 50% në varfëri populli shqiptar, arrin që të votohen 3 herë rresht, madje me rritje një qeveri. Unë mund ta pranoj që opozita nuk është tërheqëse, mjaftueshëm sa për të marrë, për të shku tek 650.000 vota. Por, që kjo parti, nga piku i saj politik që është 2013, a pranojmë të gjithë që në momentin kur një parti merr për herë të parë pushtetin, ai është piku i saj politik, sepse çdo pushtet konsumon. Dhe arrin që nga votat e 2013-s të rritet, ndërkohë që varfëria rritet, kjo nuk ka shpjegim politik. Kjo e gjen shpjegimin dhe unë këtë po them. Unë nuk them që ajo parti nuk ka
550, 600, 650.000 vota. Por, nuk shikoni arsye që t'jetë në këto shifra, në këto nivel. Sistemi që ajo ka ndërtuar, që është një sistem ku shteti me partinë janë bërë bashk, arrin të gjeneroj 150.000, 200.000 vota plus. Unë me këtë nuk them që Partia Demokratike me 500.000 vota fiton zgjedhjet, por dua të them që rezultati mund të ishte shumë më i ngushtë, aq aty sa për të vënë në diskutim dhe 71 mandatet në parlament. Romeo, problem sistemi, problem kapja shtetit nga Partia Socialiste, apo problem opozita që nuk frymëzon? E bido, mja përshikohet. Pa tjetë. Të barabartë me mua. Ju ka marrë që të japë kohë, ju që t'ju marrë kohë. E ndirë si japë dhe kohë nga kohë ime, por... Të kthehemi të kë pika ku e ndira tha, me plot drejtë, e drejta individit. Po të drejtën time, që nuk dua të qeverisim nga këto dy partit, që është e drejta e shumë shqiptarëve, dhe po të flasim me shifra, i bi që është e shumicës shqiptarëve. E të paktën 58% që s'kan votuar. Se 22% ka votuar, dhe në këtë